Ndërsa shumica e njerëzve mezi presin fundjavën për të pushuar dhe për të shkëputur mendjen nga angazhimet profesionale, disa individ duket se nuk arrin të ndalen kurrë. Sipas astrologjisë, 3 shenjat e zodiakut dallohen veçanërisht për këtë prirje. Briciapi. Briciapi përfaqëson mishërimin e disiplinës dhe përkushtimit profesional. Edhe në ditët e pushimit ai vazhdon të analizojë objektiva, afate dhe sfida të mundshme. Për të çdo moment është një mundësi për të ecur përpara. Edhe kur duket se po pushon, Briciapi zakonisht është duke planifikuar javën që vjen, me qëllimin për të arritur më shumë se kurrë më parë. Virgjëresha. Virgjëresha është e njohur për natyrën analitike dhe nevojën për rregull. Edhe kur nuk është në zyra, ajo mendon për gjëra që duhen përmirësuar, organizuar apo sistemuar. Puna për të nuk është vetëm karrierë, por një mënyrë për të krijuar kuptim. Në vend që të pushojë plotësisht, ajo shpesh me listë të detyrave që do të përmbush sapo të rikthehet në punë. Demi. Edhe pse njihet që një shenjë që e vlerëson komoditetin, Demi nuk e lë pas dore mendimin për punën, sidomos kur bëhet fjalë për qëndrueshmërinë financiare dhe planifikim afatgjatë. Ndërsa të tjerët shijojnë një film apo një pasditë të qetë, Demi mund të jetë duke hartuar një plan buxhetor apo një strategji për rritjen personale dhe profesionale. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.